Ka lindur debat kohë të fundit, po pse Ervini, pra çfarë ndodh, pse duhet të jetë Ervini? Po këta të tjerë të cilët janë, po themi afër zotit Berisha në këto enturazh, pse nuk janë këta? Problemi është se askush nuk I ka ndaluar. Problemi është shumë I thjeshtë, që asnjë nga këta nuk do të bëhet kryetar. Ose më saktë, kërkon që ta bëjë zoti Berisha kryetar gjithsecili prej tyre. Këta të gjithë mendojnë dhe gjykojnë që urojmë që në ëndrrën, po themi zoti Berisha, do të jetë ai I nominuar, njëri nga këta. Sepse realisht kemi 35 vjet që e njëjta gjë ndodh. Pikërisht. Dhe ky është problemi dhe gjithë kjo lloj mënyre, sepse nuk ka zgjedhje, pra nuk ka zgjedhje. Thjesht ka një rikonfirmim në rastin konkret, edhe po të shikoni edhe çfarë ka ndodhur në gjitha degët, në mënyrë të kontrolluar, do duhet që të jenë ata kandidatë në gjitha degët të cilët do duhet të kenë qasjen e besueshmërisë në kuptimin e besnikërisë. Pra këta do të jenë brenda rrethit. Nëse ka një kandidat që nesër mund të jetë ndonjë që mund të na ikë nga radhat, ky do duhet të skualifikohet. Pra këto ekskludohen dhe normalisht janë vetëm ata kandidatë të cilët nuk kanë probleme nesër po themi këtë. Dhe kështu duke kontrolluar degët, pra kryetarët e degëve, duke kontrolluar më pas edhe Këshillin Kombëtar, duke kontrolluar më pas edhe kryesinë, edhe grupin parlamentar, gjithçka është mbyllur më pas dhe kjo është sepse e tha që në krye të herës edhe Mërtiri. Problemi është që këtu është problemi I sistemit. Nuk prodhojmë as idealism, nuk prodhojmë as politikanë të ri, prodhojmë vetëm servila në kuptimin politik, të cilët janë aty vetëm thjesht duke u lutur që t'i vi radha. T'i vi radha nga të tjerët. Dhe jo duke qenë në ballë, pra jo duke organizuar. Dhe unë besoj që ky është një moment historik. Nëse realisht kjo është një tavolinë kaq e vlerësuar, e jashtëm për mendimin tim paktën, madje ne jemi edhe zëra publik që duke qenë se jemi edhe media, unë do doja që realisht ka disa pedagogë të ri këtu, ka shoh disa personazhe që janë shumë herë më të mençur, edhe më intelektual, po themi se sa unë apo disa të tjerë, dhe do duhet të jepet, po themi, hapësirë, do duhet që zëri e tyre dëgohet. Dhe janë dhe të djathtë. Po nuk janë askund, sepse nuk bën dot servile, nuk bën dot ato që tashmë e kemi quajtur atë lëpirën e radhës. Ky është një problem. A mund ta ndryshojmë të sistem? Nëse ne ecim me këtë lloj dekurajimi që kjo punë nuk bëhet, sepse edhe për Saljanin, ky është momenti dhe ky është problemi sot. Që hesë edhe Saljani do jetë se gjithë tjerët. Dhe ky është një problem I madh. Do të jetë edhe ky, ashtu siç kanë ikur gjithë pra nga në dhe ishte mbrapa, kështu do ikë dhe Saljani. Tani, këtu duhet që realisht pra, dhe prandaj është shumë e rëndësishme që për mendimin tim këto takime, pavarësisht gjithë ato takime të jashtëzakonshme që ju keni pasur fatikisht në gjithë Shqipërinë, edhe këto takime besoj që do të jenë më të shpeshta për të bërë këtë është një debat ndoshta nga më konstruktivët. Në besoj dhe gjykoj, që kështu që uroj që të jetë vetëm piknisje. Po, avokat, ju kishit përshtuar. Faleminderit zoti Caca. Unë nuk ikit. Çështja është që ne kemi ardhur Ervin sepse din që sikën. Ata që na kanë ikur e kemi provuar. Po, zoti Gut. Faleminderit.